nga treguesit se je i lidhur me Allahun xhallahu ala është lutja e shpeshtë Allahun xhallahu ala për gjithçka. Njerëzit lutin Allahun xhallahu ala kur janë në situata të vështira, kur janë në momente shumë kritike, o Zot më mëno. Mirë, për shembull, ai kanë ndodhur me lutë Allahun xhallahu ala kur kimë shkuar në një vend edhe nuk ka parking. Ose nuk sa më një parking. Dikur thonë për këtë, jo për kaq, edhe më thjesht se kaq. Pejgamberi më ka përmendur që ta lutim Allahun xhallahu xhelalu shumë, nga sa i don që ta lutim shumë. Madje edhe për një kapus të shkruar apo një nallë që është shkuar fije. Lut Allahun xhallahu. Madje të ndëruar, ai që shpërfaq hala më shumë fuqinë që lidhesh kur ti e lut Allahun xhallahu xhelalu. Nuk e lutë Allahun xhallahu ala veç për vështirësitë, për aspekte materiale, që shumica njerëz këto e lutin Allahun xhallahu ala. Kur smuret, e lutë Allahun për shërim. Kur ka probleme, e lutë Allahun për rrugdalje. Kur ka varfëni, e lutë Allahun për pasurim. Ama gjitha janë të kësaj mënyre. Me lutë Allahun xhallahu ala që Allah me të bëjë ata që falë namazin. Me lutë Allahun xhallahu ala që Allah me ta mbush zemrën me ndër mirë për Allahun xhallahu ala. Ndodh kjo shumë rrallë. Kjo me kumse lidhet me këtë çështje. Besimtari e lutë Allahun xhallahu ala për çka do çaj ka nevojë, edhe për më thjeshtë të bëshme. Mirë po, ajo që e kryeson agjendën e kërkesave të besimtarit në raport me Allahun xhallahu ala është kush? Adhurimi i tij. Adhurimi i tij, o Allah, më bëm nga ata që e fal namazin, nga ata që e përto namazin, mu dhe familjen time. Kështu lutesh pejgamber. Rabbi ij'alni muqima as-salat wa min dhurriyyati. O Zot, më bën nga ata që e fal namazin edhe familjen time.